Shiroka është bërë mjaft e preferuar edhe për emigrantët si një vend që ja vlen të vizitohet. Publiciteti që është bërë kësaj zone në rrjetet sociale, si për ndryshime të realizuara, ashtu edhe për investime që po kryen përgjatë brigjeve të liçenit të Shkodrës deri në Zogaj, ka lënë përshtypjet e emigrantët e larguar prej më shumë se 20 vitesh nga Shqipëria. Një shembull është edhe një grup nga Tirana që aktualisht jeton në Kanada. Ne nga Toronto kemi ardhur për pushime me fëmijët dhe mbas 3 vjetëve, herën e fundit kemi qenë para 3 vjetëve në Shqipëri. Është gjithmonë kënaqësi të kthehesh në vend lindje. Unë kam lindur dhe rritur në Tiranë, por është kënaqësi që të vish në Shkodër për traditën, për shumë arsye, plus unë nusa e kam nga Shkodra, që kështu fëmijët duhet që të lidhen me traditën, me Shqipërinë, me gjuhën, me gjithçka që lidhet me Shqipërinë. Shiroka është diçka që është e veçantë. Na e rekomanduan, them drejtën, të jem i ndershëm, është sepse është rindërtuar dhe është bërë më bukur, që kështu erdhëm për të kaluar një mëngjes, ndryshe nga dita e mëparshme. Për Shirokën na nuk di çfarë më thon, po mund pëlqen jashtë maset. Kështu që kena ton këtë liçen të madh, edhe ton këtë bukuri. Kështu që çfarë të them tjetër? Pse mos ta na këto jena jashtë zakonisht kënaqur. Kështu që na në Shqipëri këto kur vim, se zban vim këto. Ndërsa kur pyeten për vërejtje që kanë për Shirokën, një qytetare shkodrane heziton të ndalet në këtë pikë. Ajo thekson se për të, Shiroka dhe Shkodra janë mrekulli. Megjithatë shton se për sa i përket pastrimit dhe sistemimit duhet pasur më shumë kujdes. Tashmë, jo vetëm fundjavave si shtuna dhe diela, por edhe gjatë ditëve të tjera të javës, Shirok Zoga janë kthyer në destinacione turistike kryesore të Shkodrës. Ato frekuentohen jo vetëm nga qytetarët shkodran, por edhe nga vizitorët që vinë nga qytete të tjera, emigrantët që kthehen për pushime dhe turistët e huaj. Problemi që shtrohet është që kësaj pike turistike t'i shërbehet çdo ditë, sidomos për sa i përket pastrimit, parkingjeve dhe sistemit të përgjithshëm të saj, në mënyrë që të krijojë vërtet ndjesinë e këndshme të pushimeve për të gjithë vizitorët.